Sektori bankar në Shqipëri ka konsoliduar më tej qëndrueshmërinë e tej financiare gjatë tremujorit të parë të vitit 2026. Sipas të dhënave zyrtare nga Banka e Shqipërisë, treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit arriti në 20.44% në fund të muajit mars, duke shënuar rritje krahasuar me nivelin 20.36% të fundvitit të kaluar dhe 19.5% të dokumentuar në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky tregues, i cili mat vlerën e kapitalit të regulator në raport me aktivet me rrezik, ku peshën kryesore e mbajnë kredit për sektorin privat, u mbështet nga rritja vjetore prej 13.3% e kapitalit regulator, i cili arriti vlerën e 237 miliard lekëve. Ky kapital përbëhet kryesisht nga instrumentet cilësore të nivelit të parë, si kapitali i paguar aksionar, rezervat dhe fitimet e pashpërdara. Nga ana tjetër, aktivet e ponderuara me rrezik u rritën me 8.1%, duke kapur vlerën e 1.160 miliard lekëve. Edhe pse raporti minimal bazi kërkuar nga ligji është 12%, aplikimi i shtesave makroprudenciale, kërkesa konservuese prej 2.5% dhe shtesat kundërciklike e kanë rritur tashmë dyshemen minimale të detyrueshme për të gjitha bankat në 15.5%. Kërkesat janë akoma më të larta për institucionet e klasifikuara me rëndësi sistemike, të cilat përballen me shtesa specifike të raportit midis 0.5% dhe 1%, si dhe me detyrimin për të përmbushur kërkesën minimale për instrumente të kapitalit regulator dhe detyrime të pranuara. Banka e Shqipërisë sqaron se rritja e këtyre kërkesave i bën bankat më të sigurta dhe më elastike ndaj humbjeve të mundshme në të ardhmen. Megjithatë, ky nivel i lartë kapitalizimi ka dhënë efekt të drejtpërdrejtë në uljen e rentabilitetit të sektorit. Si pasojë, kthimi nga kapitali për bankat ra në 11.83% në fund të muajit mars 2026, nga 15.47% që kishte rezultuar në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.